Në një deklaratë për mediat, shoqatat e transportit publik në Tiranë kanë ngritur shqetësimin për situatën e vështirë që po kalon sektori si pasojë e rritjes së vazhdueshme të çmimit të karburantit. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas, e përfaqësuar nga kryetari Konstantin Foni, së bashku me shoqatën e transportit urban dhe interurban, theksojnë se kjo rritje ka ndikuar drejt për drejt në kostot e operimit të transportit publik. Aktualisht, çmimi i naftës ka arritur në rreth 214 lekë për litër nga 145 lekë për litër që ishte më parë, duke rritur ndjeshëm barrën financiare për operatorët. Pesha e lartë e taksave mbi karburantin vijon të ushtrojë presion të vazhdueshëm mbi sektorin, duke vështirësuar ruajtjen e nivelit aktual të shërbimit. Në mungesë të ndërhyrjeve të menjëhershme nga institucionet përgjithëse, ekziston rreziku real që operatorët të mos jenë në gjendje të garantojnë të njëjtin nivel cilësie dhe frekuence me pasojë të drejtë për drejta për qytetarët. Operatorët e transportit publik prej një muaji përballen me rritjen e çmimit të karburantit, siç dihet prej nisjes së luftës në Iran dhe midis Izraelit dhe Amerikës, që javën e parë ka qenë një trend rritje të çmimit dhe edhe ne të gjithë operatorët dhe shoqatat e transportit kanë vijuar me kërkesat e tyre duke parë rritjen e çmimit të karburantit në mënyrë që të kemi një mbështetje financiare apo të lehtësimet të taksave fiskale që ka ky sektor, dhe ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje dhe asnjë reagim as nga institucionet përgjithëse, as nga bashkitë përkatëse, por edhe nga bordi drejtues që mbikëqyr çmimin e karburantit. Transporti publik si një zë i rëndësishëm dhe kosto që zë çmimi i karburantit, pra rreth 45% zën karburanti në rritjen e çmimit, përballemi dhe me rritjen e çmimit të mirëmbajtjes së këtyre autobusave, pasi është rritur dhe çmimi i transportit në gjithë botën me rreth 25-30% të çmimeve që sesi ishin përpara një muaji. Ne jemi në pritje të një reagimi, të ulemi në një tryezë të përbashkët nga të gjitha institucionet përgjithëse, në mënyrë që të gjejmë gjuhën dhe ku duhet që qeveria, si ajo vendore, por edhe ajo qendrore, të marrë masat dhe të kenë lehtësime në këtë sektor. Siç kanë vepruar dhe vendet e rajonit, mos flasim për Italinë, Greqinë apo Spanjën, ku janë shumë të zhvilluar dhe ka pas një reagim të menjëhershëm. Kemi Kosovën, e cila në transportin publik taksa i qarkullimit është 0, po ashtu edhe në aksizë nuk aplikohet në litrin e karburantit as aksiza, as taksa i qarkullimit, dhe jo vetëm që nuk janë të përfshira këto taksa mbi litrin e karburantit, por së fundmi Kosova ka miratuar dhe një rritje të subvencionit, pra nga ajo që ata paguhen në këto momente. Ndërkohë, qeveria nga data 19 mars ka vendosur rikthimin e borxhit të transparencës që do të përcaktojë çmimet e naftës, gazit dhe benzinës. Çmimet e borxhit i përcakton duke marrë në konsiderat bursës, vlerën dhe zhdoganimin në koston e transportit dhe fitimin e kompanive që do të jetë 3 lekë për shumicën dhe 12 lekë për litër për pakicën. Të gjithë ata që nuk i respektojnë do të ndëshkohen me gjoba e deri tek pezullimi i licencave të tyre. Një tjetër ndërhyrje të qeverisë që mund të ulë pakës çmimin, ulja me 20% e akcizës, nëse çmimi do të kapërcejë 220 lekë për litër. Aktualisht, në 1 litër nafte, akciza është 38.8 lekë dhe me këtë zbret në 31 lekë për litër.